Arrestohet ish-drejtori i paraburgimit në Vlorë Zambak Gjoni dhe ish-drejtori i Inspektoratit Ndërtimor të Bashkisë së Vlorës Arnold Rokaj. Të dyra në pranga në flagrancë me urdhër të SPAK pasi dyshohet se kanë kryer ndërhyrje në sistemin kompjuterik të 3 prokurorëve të posaçëm. Zambak Gjoni ishte rreth 5 vite më parë drejtuesi i paraburgimit në Vlorë, ndërsa Arnold Rokaj pasi u lirua nga detyra e drejtorit të Inspektoratit Ndërtimor Vendor të Bashkisë, aktualisht punonte si inspektor pranë Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në Vlorë. Ata akuzohen për veprën penale të ndërhyrjes së pa autorizuar kompjuterike në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ngjarja ka ndodhur rreth 3 javë më parë kur specialistët e IT-s në SPAK kanë dhënë alarmin pasi kanë vënë re një avari ose një aktivitet të çuditshëm në emailët e 3 prokurorëve. Më pas, hetimet e shpejta dhe dinamike nga ana e agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit kanë konfirmuar edhe dyshimet për implikimin e dy shtetasve, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj, të cilët janë arrestuar dhe janë në masën e arrestit me burg nga gjykata e posaçme. Dyshohet se përmes hakerimit apo ndërhyrjes së pa autorizuar kompjuterike janë shpërndar disa materiale hetimore të prokurorisë së posaçme, pas arrestimit të 2 personave cilët kanë shërbyer në disa institucione gjatë viteve të fundit, si në drejtorinë e burgjeve, Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit dhe drejtorinë e hipotekave. SPAK po heton për të zbuluar se kush qëndron pas këtij sulmi dhe kush mund të jetë organizatori i ndërhyrjes kompjuterike apo në emailet e prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Sipas SPAK, hakerët nuk kanë mundur të depërtojnë në sistemin e brendshëm të IT-s, që sipas tyre mbetet i pacënuar, por kanë arritur që të marrin të dhëna nga adresat e emaileve të disa prokurorëve, por s'ka rrjedhje të dosjeve hetimore. Hakerët kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e kryeprokurorit Altin Dumani, por sipas SPAK nuk kanë patur sukses falmasave të sigurisë. Nga verifikimet ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-s të institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Ashtu kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, Altin Dumani, por pa sukses, thuhet në njoftimin e SPAK. SPAK sqaron se arrestimi i 2 personave është bërë brenda 24 orësh nga ndërhyrja e kërimit të emaileve të prokurorëve, edhe pse për vendosjen e tyre nuk ka patur asnjë informacion në media. Prokuroria e posaçme sqaron se pas arrestimit të tyre kanë mundur edhe të sekuestrojnë pajisjet e përdorura për të realizuar ndërhyrjet, si dhe skedarët e shkarkuar. Të 2 këta persona i kanë shpërndar dokumentat që kanë arritur të marrin në persona të tjerë, të cilët dyshohen se janë 2 gazetarë, ish-kreu i burgjeve Agim Ismaili, si dhe Dritan Palnikaj, aktualisht sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit. SPAK thot se prokurori i çështjes Bledar Maksuti i ka urdhëruar të gjithë ata që kanë rënë në kontakt me dokumentet që të mos i publikojnë, ndërsa janë marrë persona të tjerë në pyetje. Paralelisht me hetimet për këtë çështje, vetë SPAK thot se nisi hetimin e brendshëm administrativ dhe se sipas tyre sistemi i përgjithshëm i IT-s nuk është sënuar, ndërsa janë marrë masa mbrojtëse shtesë.